Për shembull, unë jam prind që kam një fëmijë me aftësi të kufizuar. Kom dëgju prej tjerëve që kanë thonë, hajtë se qysh e ka shpirtin, kjo ja ka dhënë Zoti. Kjo është sani më i rënd që i godit njerëzit në përgjithësi shqiptar. Sepse si boste muhabete që na këtu po e bojmë edhe po e diskutojmë, po shive që po flasim vetëm për Ballkanin Perëndimor në veçanti për Kosovën, se gjithçka po flasim mbi këtu, asnjë paragjykim s'po marrëm jashtë. Për shembull, unë nuk më ka rasti shumë me dol jashtë, po kom pa dhe kom ni edhe sjellin, për shembull në Gjermanitis nuk bëhet fjalë ky farë lloj paragjykimit që bëhet na. Kërkuj nuk i thot cila është gjendja jote shpirtërore. Ose për shembull tash kemi rastet e fundit në komunën e Prishtinës. Me miliona analista i kit duke i paragjykuar se çka kanë mujt me bë ata. Hiç ata çka kanë bë. Tash paragjykimi shkon edhe te prokurorët, jo se këta me ata. Keme o të ketu qysh dush? Edhe me një diskutim me shumë shok, tash unë e këmë kriju një përshtypje nëse në momentin e parë që ti punësohesh me një institucion qoftë lokal ose qendror, emrin e parë që kanë me ta vënu prej këtij krahi tin këtë krah diet. Ose kemi kon manipulus, ose hajduk, ose tallavëxhi, ose servel. Për shembull në pjesën tonë, bom një projekt me X-Ministrinë për me quni një rrugë me ndërtu, kërkush një pjesë e ty, një pjesë e ty në shumë mirë, se po kalon nga pjesa malore, këna me pas qasje në pisha, është e mirë për shëndetin mrenshme, disa për i ty në thanë, po komedit. Jo, komedit, adem, se na jena eksperta për gjithë shkadhen, aja qa mu po më dhamë për fond që për me mshelësht, edhe në tubimet të mëdhaja dhe në këto që i bëjmë seminaret e ndryshme, takimet të mëdhaja, e trajtojmë në temën shumë mirë e trajtojmë, po që ato e lomë. Paragjykimin e lomë këto. Nuk mund të marrëm asë një hap për me thonë që, a dhe ta sankcionojmë me leqë këto pra? Ose fyrjet në Facebook. Na këna po, e ka fyrë dikush ex-ministrin, s'po du me marrë me emna. Ka thonë gjithë shka. Ju kanë vargisë edhe shumë tjerë komentusë. Kur ka zbritaj në aeroport, e kanë marrë policia, e kanë shëqëru. Ka ardhë i apostrofuri bashkë me ato që ka shkru, ka qojtë në gjykatë se e kom bo këta. Së është në rëndësi kjo pjesë. A i ka dhonë mundësi që shumë njerëzje me paragjyku temën edhe me dhonë, edhe tash në pa mundësi gjykata tonë, ose policia, ose me dashje, se pa dashje, se pa mbrojtje ligjore, nuk kanë fillu me kriju një mekanizëm që do ta denojnë se nuk është gjithë liria shprehjes ti mund të ngumu. Ti dush me ditë deri ku është liria shprehjes tonë. E vërtetë. Për me mujt. Të cënojsh temën, përfundon liria jote. Unë e kum kriju një përshtypje që njeri tash ma ka laj ka